Përshëndetje të gjithëve. Uroj t'jeni mirë. Kjo video është për një temë për intuitën. Intuita jon është komunikimi më inteligjent që ti ke mrena. Ne kemi mren intuitën tonë, këtë komunikim kaq inteligjent. Dhe duhet t'jesh në dieni ose të krijosh një mekanizëm si ta përdorësh në funksion, ose si ta përdorësh intuitën për komunikimin inteligjent. Tani, le ta zvërthejmë pak këtë komunikim inteligjent, që ne kemi vetë mren. Ne kemi një ndërgjegje që operojmë me aq sa dim, kemi një gjuhë, kemi lezu, mësojmë, kjo është ndërgjegja. Tani, nga ana tjetër kemi një nëndërgjegje. Pra, je ti, je një tjetër ti. E kjo quhet nëndërgjegja, në thojsa, nëndërgjegja. Tani, nëndërgjegja është e lidhme edhe me intuitën shumë. Është një me intuitën nëndërgjegja. Dakord? Tani, kjo intuita, kjo nëndërgjegja është shumë e komplikume, sepse është edhe shpirti, është edhe trupi energjik, është edhe social memory complex. Pra, ndërgjegja kolektive komplekse, që ti mund të kesh akses nëpërmjet kësaj intuitës, që quhet në thojza edhe në ndërgjegja. Dakord? Pra, intuita shkon më thellë se sa thjesht një ndjenjë edhe një informacion. Shkon përtej vetes tat, komunikimit që ti po flet me mu, komunikon me ambientin përreth, komunikon me gjithë planetin, me gjithë qenjet e larta, sepse shkon thellë, intuita shkon thellë, komunikimi i intuitës shkon thellë, pa pas nevojë për fjalë, pa pas nevojë për imazh, figurë, thjesht me anë të energjisë, komunikimit energjisë, mund të komunikosh. Dhe kjo quhet komunikim intuitiv, që ti e ke t'instalu mren, pa qenë nevoja me qenë psychic, ose medium, që ta shikosh tjetrin me syrin e tretë, si është ai, kush është ai, e njëra tjetrën, ose të futesh ke fusha kuantike, edhe të gërmosh. Edhe aty nuk e gjedot, po varet qa niveli je, se jo gjithë që futen ke fusha kuantike kanë akses. Sepse edhe atje ka nivele. Ti mund ka përcesh ke fusha kuantike, po nuk ka përce do të ke fazat e tjera. Je ke streset të ulta, se ka nivele edhe atje. Kupton? Tani, mos ta zgjasim shumë larg, po le të rrim këtu ke kjo më e vogla, ke intuita. Komunikimi intuitiv, që pa qenë nevoja me ti që të jesh psychic ose medium, pa qenë nevoja ose me pas ndaj fuqi mbi natyrore ose në thojza, që ti ta lexosh tjetrin, që ti të komunikosh me tjetrin, që ti të komunikosh me gjithësinë, gjithë universin. Nuk është nevoja. Thjesht duhet të kuptosh mekanizmin. Kush është intuita? Me çfarë është e lidhur me intuita? Edhe sa larg shkon intuita? Intuita është e lidhur me nëndërgjegjen, me shpirtin, që ka akses ke tërësia, ke gjithë universi. Shiko sa e fuqishme është intuita që ti ke, mren. E kupton? Tani, si mund ta përdorim në këtë intuitën? Si mund ta fusim provë intuitën tonë? Pa që nevoja me që t'jemi
shumë të fillum nga ana psychic ose medium, që të futemi kesh fusha kuantike dhe ta spërthejmë ta shohim tjetrin. A kush është ose si është, Si mund ta përdorim ne këtë intuitën tani? Thjesht më shiko fytyrën time. E shikon fytyrën time? Trupin tim? Tani, për te trupit fizik që unë kam, unë jam barë si një energjie. Është shpirti, janë trupat e tjera e kështu me radhë. Dakord? Tani, Këte energji ti e lexon në bas intuitës. E lexon direkt në bas intuitës. Sepse moment që ti më shef mu, informacioni ndrohet. Ndrohet informacioni. Vjen ke ty, vjen ke unë, vjen është ndrimi i informacionit. Moment që ti drejtohesh ke unë. Dhe ky ndrimi i informacionit është i lidhur direkt me intuitën. Informacionin, intuitën me fjalë. Ndjenja, intuita edhe informacioni që ti merr. Automatikisht, moment që ti më shef mu. Tani, moment që ti më shef mu, Iqi fjalët që unë po flas, mos dëgjoj fjalët, se mashtrohesh ke fjalët. Mos shiko kapelen, se mashtrohesh, mos shiko fytyrën, se mashtrohesh. Po vej viz gjitha këtynve, edhe shikoje informacionin që ty do të vi mrena. Ndjeje informacionin që ty do të vi mrena. Edhe në këtë mënyrë, ti po mbledhzon mu. Intuitiv, po mbledhzon. Tani kjo varet edhe sa i zhvilluar është intuita jote. Po unë e preka pak që të bëj të vetëdijshëm si ti mund ta lexosh tjetrin mbas intuitës. Pa fjalë, mos dëgjoj fjalët, se mashtrohesh i fjalët. Mos shiko kapelen edhe këto tjera të gjitha me radhë, se mashtrohesh. Vetëm intuitiv. Bëj një skanim intuitiv. Dhe ne gjithë kemi këtë aftësi. Aftësia ime, intuita ime është shumë e fuqishme. Unë i lexoj njerëzit për shembull, jap një shembull që edhe ta kuptosh ose të kuptohemi. Moment që ti ke një profil falso, me emër falso, edhe le një koment aty, unë të dua, unë të dëshiroj, ose më shan. Çdo lloj komenti ti të lesh aty? Pozitiv apo negativ? Në bazë inicialeve që ti ke, me emër falso ose në një numër në gjo aty që ti ke kryu ke profil jot, unë ty të lexoj. Të lexoj, sepse kam stërvit, e di si funksionon. Vjen automatikisht informacioni se kush je, unë të di perfekt se kush je. Vetëm me ato iniciale që ti ke vënë aty ke profil jot. Shiko sa thellë shkon, unë futem direkt, komplet, zbërthej komplet. Vetëm, pas nevojë me fut në fusha kuantike, ose meditim thellë, ose me bo një kërkim me radiestezin. Është entititet pozitiv ky apo negativ? Pozitiv, po. Në cilin densitet është? Ke 4? Është ke 4? Për shembull, jo. Është ke 5? Jo. Është ke 3? Po. Çakra, cika, se mbas çakrave janë edhe problemet e tjera. E zbërthej direkt me radiestezin. Në cilin kontinent është? Në Europë? Jo. Është në Azi? Jo. Është në kontinentin e Amerikës? Po. Pra edhe në këtë mënyrë unë zbërthej. Është akoma më sigurt, është akoma me fjalë. Kjo është një mekanizëm, radiestezia është një mekanizëm tjetër që unë përdor. Po mos shkojmë deri aq thellë sa atje. Në rastin tat, ti ke intuitën, komunikimin e intuitës, që mund të komunikosh edhe ta skanosh tjetrin. Pa lexu fjalët, thjesht të lexosh energjinë që ai ka. Edhe e din direkt se kush është ai. Apo thot vërtetën ai? Apo thot rrenën? Për rren? Apo e ka përzim informacionin? Edhe rrena, edhe
vërtet. Ose ai gjendet në një nivel zhvillimit vetë spiritual që po eksploron, edhe thjesht në atë nivel që ai është, po e shpërndan informacionin. Pra, intuitiv ti mund ta skanosh tjetrin. Se ne kemi këtë aftësi. Intuitiv. Ke çdo njeri mund ta bësh këtë. Intuitiv mund ta skanosh. Ke një njeri që shkruaj një koment, ke një njeri që ka një profil falso, ke një njeri që ka vënë fytyrën, që e shef fytyrën, vetëm me anë të fytyrës ti lexon energjinë. Energjia nuk rren. Fjalët mund të rrenë. Imazhi mund të manipuloj. Po energjia nuk manipulon dot. Dhe intuitiv ti komunikon me energjinë e atit. Edhe e kupton se kush është ai në të vërtetë. Kombinoj me fjalët që i thot apo nuk kombinojnë. Dakord? Tani, në qoftë se, për shembull, edhe ti vetë nuk e di çfarë niveli je, edhe ti vetë për shembull je në rrugën spirituale ose në zhvillimin rinor, prap krijuesi ne na ka dhënë një aftësi inteligjencë brenda nesh. Një aftësi dalluese që dallojmë një cilësi të një objekti edhe të bëjmë zgjedhjen. Pra, në qoftë se ti më shef mu tani, ti e ke atë aftësi që të bësh një dallim. Që edhe kjo është nëpërmjet komunikimit intuitiv. Me anë të ndjenjes edhe informacionin që ty do të vi. Informacionin që ty do të vi. Mos shiko fjalët thash edhe fytyrën, thjesht informacionin. Dhe ti e din saktësisht tani se kush jam unë. Sepse informacioni vjen automatikisht. Tani, informacioni që do të vi me videon e parë ose me figurën time që ti shef, pa e ditë se kush jam unë, informacioni që ti do të vi, ai është informacioni. Informacioni që ti do marrësh mbas ndjenjes intuitës, që të vi ke ty do të vi një informacion. Kjo është kështu, kjo është kështu, kjo këtu. Kjo është kjo është intuitiv, automatikisht. Mund vinë automatikisht informacionet. Tani, kur të vi informacioni automatikisht, atë kjo është komunikimi i intuitës. Dhe kjo mund të jetë një përqindje shumë e saktë, më e saktë se sa atë që i flet, për shembull, Pra, përdor komunikimin e intuitës, është shumë e fuqishme. Këtë mund ta përdorësh me çdo lloj gjoje. Unë këtu kam një pemë. Këtu para kam një pemë që kam vënë telefonin që po flas, dakor? Tani e prek të pemën. Unë kam prek të pemën, tani me këtë dorë kam prek pemën. Dakor? Tani unë do shoh informacioni i parë që do më vi. Informacioni i parë që më vjen, tani unë s'duhet marrë energji kjo pema. Vjen vetë automatikisht informacioni. Pa mendu shumë. Unë këtu nuk duhet bëj asgjë. Nuk duhet marr asnjë energji, as lidhe me këtë pemën, as me bë asgjë. Thjesht mund të vej dorën që të maj trupin, po nuk duhet të ndroj energjinë. Informacioni i parë që më erdhi. Tani nga vjen ky informacioni? Nga intuita. E shef? Kaq e thjesht. Tani e vej dorën në pemë tjetër. Edhe shof. Çfarë informacioni do vi? Po. Këtu do marrë energjinë, këtu do punoj me nivel energjik me këtë pemë. Komunikova me atë verbal? Jo. U futa ke fusha kuantike, unë që jo. Po si e vendoson që ta bëj, që të punoj energjikisht me këtë? Si e vendosa? Sepse e vuna dorën,
dhe intuitiv me erdhi informacioni. Ja, kjo është intuita, ka që thjesht. Ka që thjesht. Në këtë mënyrë, intuitiv ti mund bësh shumë gjëra. Ti ke një person para, pa një gjuhë 5 minuta, 10 minuta ose 1 orë. Thjesht me anë shikimit, shikoj informacionin që do të vi. Ku është ai, qa ka, qa s'ka. Informacionit pa që do të vi ai është. Ka probleme familjare, ka probleme shëndetësore, ka probleme financiare, ka probleme me bindjet e besimit, ka ngec këtu, ka ngec atje. Direkt. Unë njerëzit i shoh, sa i shoh, i di direkt. Këtu. Pa fol fare. Nga erdhi informacioni. Intuita. Energjia u ndru dhe intuita u fut në punë. Edhe automatikisht e diu, nga erdhi ky informacion. Është njësoj si dora, e vuna dorën këtu unë. Edhe them jo, nuk do të punoj me këtë pemë. Energjetikisht unë nuk do të punoj me këtë pemë. Nga po e them këtë unë? Nga cili vend po e them këtë unë? Kjo është intuita, ekonomiki intuitiv. E shef, bona në gjo magjikun, përdora radiestezinun që them vunatorin, a duhet punoj me këtë pemën? Po, jo, që më dha përgjigje? Jo. Thjesht informacioni merdi automatikisht. Kjo është intuita. Dakor? Ka që thjesht. Komunikimi intuitiv. Shumë e thjesht. Tani, radiestezia, edhe kjo është një komunikim intuitiv që ti mund ta zhvillosh. Radiestezin. Mund të përdorësh plumçin, po mund të përdorësh telat. Ka dhe disa tjera mekanizma tjera që, po këto janë më të përdorshme. Telat edhe plumçja. Është një si tip yj në formë uje, ajo, në formë uje, krap, edhe ajo mund të përdoret. Tani, radiestezia ka të njëjtat princip. Në bas intuitës, futet ke në ndërgjegja, në ekonomikim, në ndërgjegja me intuitën. E njëjta princip, e njëjti mekanizëm. Por, në këtë mënyrë, ti stërvitesh në mënyrë të vetëdijshme, më shumë. Për shembull, çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që këto janë dy tela dhe ti je shef, për shembull, nga lëvizin knej apo anej, nga lëvizin telat. Pra në mënyrë të vetëdijshme më shumë, Pra në mënyrë më të vetëdijshme më shumë. Për shembull, unë them, më trego përgjigjen po. Përgjigjen po. Kush është përgjigja po? Përgjigja po. Trego përgjigjen po. Shive tani, këto myllen do thot, këtu përgjigja po. Atëherë unë them, trego përgjigjen jo. Intuitëse, në ndërgjegjëse, ekonomikim ne i vetëdijshëm, më trego përgjigjen jo. Më trego përgjigjen jo. Atëherë përgjigja jo është në këtë mënyrë, dakord? Tani, kur unë mora shenjat që po ose jo, në anë të intuitës, i vetëdijshëm, mund të shkoj edhe më larg. A mund të marrë unë energjike kjo pema që kam përpara dhe të bashkëpunoj, për shembull? Jo. E shef? I vetëdijshëm. Ekonomikim i vetëdijshëm. Edhe këtu e stërvit vetën. Tani, me këto mund të bësh shumë gjëra. Me këto, me intuitën dhe kur futesh ke sfera e në ndërgjegjes, që është shpirti, që është i lidhur me gjithë tërsin, ti mund të komunikosh me gjithë, është pa fund komunikimi. Me këto. Është pa fund, i vetëdijshëm, pa qenë nevoja me qenë psychic, ose medium, ose me pas në aftësi kush di se qa. Pa qenë nevoja. Unë kam po punë të mrekullueshme me këto. Para shumë vitesh, edhe kam sfidu edhe mastra biles. Mastra që para 5 vjetësh, tregoj një histori, para 5 vjetësh, unë më shumë, diku ke 7 vjetësh. Para 7 vjetësh, unë mora ca shërime nga një master ose një njeri që
kishte shumë aftësi, aftësitë e veta ishin shumë të zhvilluara, punonte me vite, u fuse ke fusha kuantike, punonte atje, komunikonte me sferën më të lartë të vetestatet të lartë, të densisë 6. Tani, unë i dërgova lekët këtit. Edhe për smaj me diku ke 10 seanca me bioenergji. Ky vinte ke unë hiqte trupin, merrte trupin e çonte se du të hyj thellë tani, e çonte në një vend atje ku kishte kriju ato sferat e veta shërimit, vinin edhe ca tjerë aty, ca qenie hynore që ai kishte ca kontrata për shërim në anës pozitive dhe kishte grupin e vet, trethin e vet, grupin e vet për punën e shërimit, ke tjerët për shembull, Tani, unë i dërgova lekët. Edhe i thash, tani lekët u dërguan nëpërmjet një shteti tjetër, edhe nga shteti tjetër vinte pastaj ke shteti atit. Dakor? Ishte kështu, larg. I dërgova lekët, edhe i thash, lekët u dërguan. Në rregull, tha, kur të marr konfirmimin që kanë ardhur lekët ke banka që i kemi marrë ne, do të lajmërojmë për seancat. Prita javë, 2 javë, 3 javë, nuk më ktheu përgjigje. I thash, shiko, unë lekët i solla. Kanë ardhur, nuk po lekët nga banka ime janë heq. Do thotë nuk është shumë e thjesht më kap nga aja ke bëja, transfera. Ke unë nuk kanë ardhur, nuk i kemi marrë akoma konfirmimin njëri tjetrin. Thash. Çfarë bën unë? Unë përdor, tani ai ishte aq i avancuar. Shiko tani, do të jap një shembull që do të bëj një diferencë që ku janë këto me nivelin që ai ishte. Shiko tani, edhe ku si ti bashkoj pak pjesët që ta kuptosh. Çfarë fuqi kanë edhe këto. Ai ishte aq i zhvilluar, shumë i zhvilluar, sa që po të mendosh para këtyre nuk është asgjë gjë, Po shiko tani. Ai boni një kërkim vet, edhe e pa që lekët nuk i kishin ardhur, sipas atit, Nuk i kishin ardhur. Unë kisha gati i muaj që i kisha dërguar lekët. Edhe lekët nuk janë këtu, tha. Pra edhe që ai kishte shumë aftësi, aftësitë atje papam, aftësitë atje sa që të lexo mendimet, edhe të shef çfarë ti shikon, çfarë unë shikoj këtu, ai e shef direkt nëpërmjet aftësive të veta. Ai shikon. Por në të njëjtën kohë çfarë unë shoh këtu e shikon edhe ai, nëpërmjet meje. Aq larg ishte. Tani, nëse shkurt, ai nuk ishte në gjendje që ta shifte a ishin lekët atje apo si ishin lekët atje. Ishin depozito apo jo? Lekët nuk janë këtu, tha, dhe s'kan ardhur, tha, shiko se ke probleme atje, tha. Nuk i ke dërguar, tha. Tani unë përdora radiestezin. Jo këto, po kam pas plumçen, Edhe mora një fletore. Edhe e shkruajta aty. Kanë arrit lekët ke banka. Lekët kanë arrit ke banka, janë atje. Një, kolona parë. Pastaj e dyta, lekët nuk kanë arrit ke banka, janë në rrugë e sipër. 2. Pastaj edhe disa tjerë, ka shumë vite, disa pyetje tjera që i ndava me kolona. U lidha me dërgesën e lekëve, u lidha me bona disa, pra, me anë të vizualizimit dhe forcës mendore, unë krijova tani pikat, 1, 2, 3, 4, 5, krijova dhe pikën e atit, krijova dhe pikën time, pra krijova disa pika dhe i shtriva kordonat energjik. Dhe në të njëjtën kohë shtriva dhe kordonin energjik edhe ke fleta që i lidha. Pra, krijova një rrjet, një rrjet energjik. Bashk me pyetjet që kisha bërë. Edhe përdora plumçen, radiestezin. Përgjigja që unë mora ishte kjo. Lekët kanë arrit dhe janë ke banka. Shteti që ishte tjetër, s'po përmend shtetin, janë ke banka atje, kanë arrit lekët. Janë ke banka.
unë i besova intuitës 100%. Radiestezis i besova. Edhe i shkruajta, i thash, shiko, unë bona një kërkim me radiestezin dhe lekët janë atje, thash. Kanë arrit, kështu mora përgjigjen. Atit i hiku petla. I hiku petla atit. Dakord? Masi i tha bankës atje, që kështu lekët janë këtu e shife bore se ani e këni mas disa jave, më shkryti. Lekët kanë arrit, tha. Arritën lekët. Nuk tha që ishin lekët. Ishin atje, po ka qenë komunikimi midis bankës atit edhe atit atje. Ka qenë komunikimi atit, defekt e komunikimi. Po më tha lekët erdhen, tha. Dakord? Nuk tha që lekët aty ishin, po erdhen. Dakord, tani? E shef që bon radiestezia? Pra, gjurmon kaq fill, hyn kaq fill, sa që mund të futesh ke ndëgjeja kolektive e tërësisë komplet. Edhe nuk është e thanë, në atë kohë, isha unë kaq i avancum? Jo. Në atë kohë, isha unë kaq i zhvillum? Jo. Edhe shiko sa larg më shkova me informacionin që mora. Që gjurmimi me anë radiestezisë. Edhe krijimit vizual me forcën mendore. Edhe unë mora përgjigjen e saktë. Dakord? Pra, nuk është të thënë që një njeri është shumë i avancuar në këtë sferë vet, edhe një njeri tjetër nuk futet ke fusha kuantike edhe përdor këto, edhe është i pafuqishëm. Mund të jetë më i fuqishëm me këto. Po varet sa në cili nivel ti mund të shkosh me këto. Pra, është pafund, mesazhi është që me këto, me radiestezin, me intuitën, ke në ndërgjigja, futesh ke tërësia. Social memory complex. Ke faza e social memory complex. Pra, memoria sociale komplekse e kolektivit e tërësisë. Memoria sociale që janë gjithë kolektive që jemi ne e tërësisë. Po mund shkosh edhe për te universeve, për te tërësisë ose gjithësisë tërësisë, me marr informacion edhe nga kashi rekord me këto. Tani, unë me këto, me radiestezin, pra me intuitën prap, në mënyrë kjo është intuita, që të kuptosh intuitën tani. Sa larg shkoj intuita, sa që ne kemi këtë. Me këto unë, ose me plumçe, me radiestezin, unë kam bolle parashikimet e të ardhmes. Edhe parashikon. Bon parashikimet e të ardhmes. Me këto. Tani, parashikimi nuk është fikse, por është një indikim i asaj që do ndodhi. Se gjatë rrugës edhe mund të ndryshoj. Varet nga shumë faktor. Por një përqindje shumë e madhe e indikimit që mund të ndodhi. Me këto. Mund të bëj parashikime, edhe kam bolle parashikime. Me këto. Me radiestezin, dakord? Por misioni im, qëllimi im nuk është që dal edhe të bëj parashikimet. Sepse kam zgjedhur disa rrugë tjera. Por du ta prek pak sa që ti ta kuptoj sa larg mund të shkosh me këto. Me intuitën, në mënyrë të vetëdijshme. Dakord? Tani, me këto gjërat që ti mund bësh me radiestezin, është pafund. Është pafund. Pafund. Ti mund të shërosh edhe njerëz me këto, me plumçën. Vem fotografin pare tjetër këtu dhe me plumçën sipër fillon e pastron e shëron e çon energji dhe frekuenca me plumçën. Dakord? Radiestezia është pafund. Në Shqipëri nuk është e njoftme. Unë kam pa ca kështu, po jo që ta bëjnë
aktivitet kryesor, për shembull. Radiesezin, nuk kam pa. Aktivitet kryesor kam fjalën që unë këto i maj ke çanta gjithmonë. Në shtëpi kam plumçën gjithmonë. Aktivitet kryesor, unë bëj çdo lloj gjoje me këto. Çdo lloj gjoje bëj me këto. Unë punoj edhe në fushën kuantike, me hologramet e me njëra tjetrën. Por, këto nuk i daj. Sepse, me këto, unë kam një për shembull një ekonomikim shumë të shpejt. Do t'jap një shembull thjeshtë. Kohët e fundit, para 2-3 muajsh, një shembull, 2-3 muajsh, unë ika me një workshop i thënë anglisht, por mundohem ta përkthej shqip, një trajnim. Nuk ishte kështu spiritual, ishte për tjetër gjë, Tani, kur shkova unë atje, që si që kishim lanë ditë shtune, nuk ishte njëri. E thash, ku janë këto? O, e kanë shty këto, tha. Grupi e kishe shty. Po mirë thash unë, këto e shtyn, po unë s'disha gjë. Nuk lajmëroj njëri. Ka arru me të lajmëron. Mirë thash unë. O, po rri, tha. Pse? Sepse tha, po kishe kishe të bënte po me atë temë që unë kisha shku. Sepse tha, me këtë datë tha tani tha, që jemi tha, këtu tha do organizohet kjo tha, dhe do vinë po ato nek. Pra do vinë po i grup tjetër që po ka i lloj aktiviteti që unë isha interesuar, edhe rri tha. Në orën 12 do filloj, ishte ora 10. Rri tha këtu tha. Intuita tani çat bosha tani. Unë kisha punë ke shtëpia. Kisha shumë punë për të bërë ke shtëpia. Punë të shtëpisë. Jo me lap pjatat, punë tjera. Punë tjera. Puna në mbrëmshme. Në disa pjesë. Kisha shumë punë. Thash unë. Shumë punë ke shtëpia, por edhe në të njëjtën kohë është interesante me nejt, sepse ishte diçka që mund më interesante. Isha në pozitë shumë vështirë. Po nga një anë tjetër, intuita, se si po më nxiste edhe po më irritonte shumë. Po më irritonte shumë sa që me hik, po një të kohë edhe me nejt, sepse ishte diçka që mund pëlqente. U vuna si ket mall. Dola nga i ambienti aty, dola ika janë 100 metra, 200 metra larg, edhe nxorra këto. Edhe i bona pyetje vetes. Më trego përgjigjen po. Bam, përgjigja po. Më trego përgjigjen jo. Bam, përgjigja po. Përgjigja jo. Pastaj thash në ndërgjegjes. A mund të bëj radiesezin tani? Jam gjendje që të bëj radiesezin, sepse ka edhe kjo ka ca mekanizma tjerë. Se ka momente që ti nuk je në gjendje që të bësh radiesezin, sepse je i prek nga emocionet, je i mërzit, edhe koreksia e përgjigjes nuk është shumë e saktë. Prandaj, gjithmonë pyet, a mund të bëj, jam gjendje me bëj radiesezin tani? Po. Vazhdo, bëje. Edhe pyeta, a duhet tri unë ke ky evenement që fillon në orën 12? A duhet tri ke ky evenement që fillon në orën 12? Edhe marr përgjigjen, jo. A duhet shkoj ke shtëpia tani që të marroj punën? Po, marr përgjigjen po. Pra e shef, si më nimun këto? Nimun që çfarë ishte e mirë për energjinë time në ato momente që unë bësha. Trisha apo shkosha shtëpi marrosha punët. Dhe për momenti për shembull, je i stresuar, jo stresuar, po je në pozitë vështirë, edhe do një përgjigje të shpejt. Unë atje po dyshosha, trisha, desha me ikë shtëpi, nuk disha çfarë bë, edhe këtu e mora përgjigjen direkt. Pra shef sa të shpejt, ça zgjidhje shpejt, Hiki shtëpi tha. Intuita në ndërgjegja e ime. Shpirti. Ajo tjetra unë, jam unë këtu që jam tru fizik, pa ajo tjetra unë këtu, energjik më tha, hiki shtëpia tha. Pra shef ça zgjidhje shpejt më tha, edhe për këto
për këtë lloj zgjidhje unë i dëshiroj këto telat. Dakord? Është më thjesht me u fut me këto instrumenta, është më thjesht me u fut ke intuita. Për shembull, por pa telat, për shembull, pa këto, pa instrumenta, është më e vështirë me u fut. Është më e vështirë, për shembull, po mos kisha telat unë, do meditosha ja gjysmore me në vend unë, ja gjysmore me, do thosha mirë përgjigjen, duhet 3 shtëpia po tiki. Do visha janë qetësi, unë ja gjysmore me në vend qetë që s'ka njëri fare, pa qetësi, të futësha ke heshtja e brendshme, meditim të fill, edhe pasaj do vinte përgjigja, hike shtëpia, edhe do e merrsha vesh hike shtëpia. Po donte gjysmore, donte një orë me marr përgjigje, kurse këtu e mora direkt përgjigjen unë. Pra e shef sa më ndihmon këto? Dhe është një shembull, Tani, unë këto i kam përdor pa fund. Sidomos ke parashikimet. Ke parashikimet këto më kanë ndihmuar shumë, parashikimet. Tani, shkurt, mos se kjo video po shkoj 37 minuta tani, shkurt. Sekreti është që zhvillo aftësitë e komunikimit tat në bazë intuitës. Se e bon pa telat, a e bon me meditim të thellë. Ka që për 5 minuta e marrin përgjigjen nga mrena, lidhen e marrin përgjigjen po ose jo, ose të shkoj këtu, bëhet do shumë stërvitje. Sa që ta marrë shpejt, Tani, ti duhet gjesh një mënyrë si të komunikosh me ndërgjegjen, me shpirtin, me trupin energjik. Të gjesh një mënyrë në qoftë se do të përparosh. Të gjesh një mënyrë komunikimi me ndërgjegjen, në bazë intuitës. Se si e bon ti, ajo është rruga jot, ajo është një zbulim që ti do e gjesh gjatë rrugës. Unë e kam gjetë timen. Po e imja nuk mund tjetë si duhet tjetë e jotja. Ndoshta e jotja është tjetër vend, në tjetër pjesë. Por sekreti ose synimi i kësaj videos është që ti duhet krijosh një mekanizëm që të gjesh përgjigjen po ose jo në bazë në ndërgjegjes, intuitës. A e bon me tela, a e bon pa tela, a e bon me kartë që kanë këto që lejnë kartat. Për edhe ajo do stërvitje, duhet kalosh sa prova që të dish, që të sigurohesh. Është puna jote, se si ti arrin ti zhvillosh këto aftësi që të komunikosh me intuitën. Se si është puna jote, por është shumë e rëndësishme, sepse të ndihmon shumë. Të ndihmon jashtëmase. Dhe moment që ti arrin këtë nivel, që ke gjetë një mekanizëm si të komunikosh me ndërgjegjen, atëherë ti je master i gjithë pjesëve. Asë njëri nuk të sfidot aty. Asë njëri. Sepse ti e lexon direkt. E zbulon direkt. Ata ble këte çantën ose këte kapelen? Jo. A duhet shpenzoj lek tani në këto momente? Jo. Sa lek duhet ketë ke banku në minimumin tani? Për shembull, që për të mirën time. 5.000 euro? Jo. 10.000 euro? Jo. 20.000 euro? Po, rezervë, për shembull, atëherë, ruaj 20.000 euro, se si dihet si vje puna, që ti kesh rezervë. Siguro anën financiare. Pra, e shef, dhash një shembull. Edhe kështu pa fund. A duhet ta marr për shembull? Do të tregoj edhe një rast tjetër, shumë interesant. Shiko, se merri tani më, shumë interesant. Para 4 vjetësh, 3 vjetësh, diku. Para 3 vjetësh gjys duket. Unë kisha qef me, se një qosha shumë ajujashka, me përdor ajujashka. Kjo bima medicinale, që
shumë në botën spirituale është shumë e njoftme, ayahuasca, Tani që kalon anën tjetër, e shef këte, e shef atë, bon këte, e bon atë, gjithë, ishte shumë populare, shumë e njoftme, në komunitetin spiritual, shumë, që atëherë. Para 3 vjetë, nduke se 4 vjetësh, bona një kërkim e radiestezin, a duhet të shkoj në një ritual të tillë dhe të pi ayahuascan? Pra u lidha me intuitën, mora përgjigje nga radiestezia, jo, nuk duhet shkosh edhe me pi ayahuascan. U thash, jo, edhe I besova 100%, intuitës, shiko? Pra, shiko si një muj mund atëherë, në atë kohë para 4 vjetësh, pra me bëj një zgjedhje, a duhet ta marr, a duhet ta bëj apo jo, intuitiv. Shef? Para 3 muajsh tani, vonë unë bona prap një kërkim me radio, bona prap një pyetje në ndërgjegjës intuitës time. A duhet shkoj këtë ceremonia e ayahuascës dhe ta pi ayahuascën? Jo. Mora prap jo, mos me bo. Tani pse unë nuk I kam hyrë shumë, se kam edhe punë tjera, nuk kam shumë kam punë që janë më të rëndësishme, më prioriter. Se sa kjo tani të bëj kërkim, pse nuk duhet e si nuk pse, kush është shkaku e qa e si hysha në këni, Por mora përgjigjen tani para 2-3 muajsh, jo, mos me shkrull dhe mos me e pi ceremonin, mos e shkrull këtë ceremonia edhe mos me e pi. E shef, ka një arsye pse, po nuk I hyna më shumë, se s'kam shumë kohë. Por I besoj 100%. Pra, e shef sa të nimon radiestezia, pra, komunikimi me në ndërgjegjen, e shef sa të nimon, të nimon jashtëmase. Edhe në këtë mënyrë, në çdo vendim që ti merr, që dyshon, nuk je I sigurt ose e ke me dyshim, ka raste që s'përdor radiestezin fare, ku jam I sigurt, jap gaz e marr ose shkoj ose blej, nuk pyes, Por ai shikon sa të ndihmon kur ti ke zhvilluar një aftësi që të arrish të marrësh përgjigje nga në ndërgjegja. E shiko sa rëndësishme është? Do të them edhe një rast tjetër. Sa e bukur është kjo. Një rast tjetër. Para një viti e gjys, unë po vazhdoja punën tim të mençme dhe përheqsha para, një fjalë përheci para me tetimet dhe në të njëjtën kohë unë pash flakën time binjake që rri vetë numëro, për shumë si thënë shqip. Rri e numëro, nuk përhecën para, Edhe thash, kjo punë kështu thash, nuk duhet shkoj shumë gjatë thash, sepse unë përheci para dhe duhet në një farë mënyrë ose një niveli duhet ta shkpus komplet atë lloj energjie që mos më zvarrisi. Tha menja mu. Sepse unë përheci para dhe ajo nuk përhecën para. Edhe thash, ndoshta duhet bëj një shkputje mirë. Duhet bëj një shkputje energjike. Edhe përdora radiestezin. Edhe I thash, edhe disa pyetje me plumçen. Shkurt, përgjigja që mora ishte, jo, nuk duhet shkputesh energjetikisht ose të presh kordonin energjik nga flaka jote binjake. Në rregull. Pastaj shkova më thellë me radiestezin. Thash, se tani duhet gërmo më shumë, se duhet kem edhe unë një orientim, duhet kem një drejtim, një orientim të saktë që të eci para në mënyrë të pjekur, në mënyrë inteligjente. Jo, hajde bab, futja babë që ec babë për qaf krap. Spiritualitet, po ec babë për qaf krap, si thoshte gjyshim. Ec babë për qaf krap, thash, jo në këtë mënyrë. Duhet një mekanizëm I pjekëm, thash, duhet një si ta them unë ty, një qartësi e rrugës time, e mirë, e pjekme, që një stabilitet, jo ec babë për qaf krap, spiritualitet, po ec babë, Tani,
Pastaj shkova më fe, thash, po mirë thash tani. Nga një anë nuk duhet ta shkpus. Pastaj ana tjetër. A duhet shkoj unë me nai tjetër? Me nai femër tjetër? Përgjigje që mora, jo, nuk duhet shkosh me asnjë femër tjetër. Duhet, dakor, nuk duhet shkoj. A duhet tri unë vetëm derisa të bashkohem me flakën binjake? Po, duhet trish vetëm derisa të bashkohesh me flakën binjake. Pra e shef, intuita, po, duhet trish. Edhe kështu unë deri diku mora një drejtim. Pastaj thash, thash, unë duhet trikam vetëm derisa të bashkohem me flakën binjake. Pra jo të shkoj me tjerë. Tani. Pastaj bona një parashikim tjetër, me që unë do u bashkohem me flakën binjake. Sa kohë do rri vetëm unë? Sa kohë, sa do zgjasë kjo? Dakor? Edhe aty, po nuk do ta them vitet. Edhe aty mora disa vite, mora numrin e viteve sa unë do rri vetëm. Derisa të bashkohem me flakën binjake. Sa vite? Pra edhe atë gjeta, Pra zbulova edhe parashikimi i ardhmes, me këto, jo me plumçe, pra me radiesezin. Pra parashikimi i ardhmes. Pra për kaq vite unë do rri vetëm derisa të bashkohem me flakën binjake. Pra e shef, pra një qartësi e situatës time. Edhe në këtë mënyrë unë tani i di gjitha. Flaka e binjake nuk i di këto, se akoma s'ka shku deri aty sa që ndoshta hecë me mejen tjetër, sepse unë këtu hyna ke ndoshta ke linjat e kohës. Edhe ke parashikimi, ke linjat e kohës edhe i pash linjat e kohës, nxora linjat e kohës nëpërmjet tyve, ke radiesezis. Por për momenti flaka binjake e imja nuk ka arrit akoma deri ke këto vendime, por unë pa shtartën. Tani, mbas kësaj tani, unë kam një orientim shumë të qartë. Shumë të qartë edhe shumë precis. Jo precis, por shumë të qartë në situatës time personale. Tani, të thush ti, parashikimi mas kaq vitesh që unë zora me këto, është precis? Jo. Jo, nuk është precis. Është një indikim, pra një indication, pra një indikim i një parashikimi të caktuar. Por jo 100%. Sepse mund zjasi 2 fish, po mund zjasi edhe me herët. Parafi është një indikator i parashikimit për kaq vite do jetë, sepse parashikimi prapë ndryshon. Sepse gjatë rrugës unë mund bëj zgjedhje tjetër, ose edhe ajo mund bëj zgjedhje tjetër, por në këtë mënyrë unë mora një indikim të ardhmes, bëra një parashikim të ardhme. Dhe në këtë mënyrë tani unë e di, jam shumë i qartë ke rruga ime e këtyre viteve, që është për të mirën e shpirtit dhe për të mirën e energjisë time. Pra, e thash këtë tani që të kuptosh radiesezin. Tani, të gjithë këto pyetjet, për shembull, që unë bëra, ja çova vetes time të lartë, i thash këtu. Bona kërkim, doli kjo, vetes time të lartë në dendësinë e 6. Në dendësinë e 6 është sfera më e lartë. S'ka mo. Edhe njike 7 dhe fillon shkryesh me kryusin pastaj. Kaq i lartë. Nëpërmjet një çuni tjetër, Sami nga India quhet. Gjithë ato që më ndjekin mua e dinë se unë jam shqiptar i parë që e kam prezantuar Samin me të gjithë shqiptarët. Që para 5 vjetësh, 6 vjetësh, qurë hapa kanalin tip të YouTube-it.
dhe ja dha shqiptarëve dhurat Samin. Dhe shumë shqiptar po bëjnë seanca me Samin dhe po i ngrehet niveli i ndërgjegjës. Dhe ky është qëllimi im, që ta ngrej masën në një nivel më të lartë. Tani, ja çova Samit, e kanalizoj me vetën tim në dendesinë e 6 dhe gjithë këto kërkim që unë bëra një përmbledhje të vogël edhe ja çova pyetjet. Pyetjet i mora mrapsh dhe nxora konkluzionin tim nga një sferë akoma më e lartë, prap. Unë bona një kërkim këtu, po prap nga një sferë më e lartë. Dakord? Dhe kështu bona një formulim të qartë situatës time. Që mos mbrim më menja, ose në thojza e zba për qaf krap, e di perfekt rrugën time, e di perfekt manaxhimin e energjisë time, që mos më shkoj kot, mos ta devijoj, ose që ta maj të fort, mos dopsohem, mos të hum kohë, në një mënyrë të pjekme. Pra e shef, mesazhi ishte që sa punë të bën komunikimi intuitiv i brendshëm, pra kur ti e zhvillon këtë, dhe është pa fund. Ka kisha, mesazhi ishte që gjej një mekanizëm, çdo lloj mekanizmi të zgjedhësh, gjej një mekanizëm si që të zhvillosh komunikimin me intuitën tate, me ndërgjegje, edhe të marrësh përgjigje, po, jo. Pastaj shkon avash më larg, që të hecësh para. Dakord? Ka kisha, faleminderit dhe mirupafshim.